çështja jonë do të shikohet në Ramazan në këtë çështje. Fituesi dhe humësi në Ramazan. Ama muslimani do të shikon veten e vet në Ramazan. Qysh me me fitu e mos më bu për tyre humësave. Është normale këtë gjë në jetën e njeriut. Mirë po, gjithashtu në jetën e njeriut, kjo është gjë më madhështore, që tjetë prej atyre fitues dhe jo prej atyre të humëseve. Na dëshmojmë dhe i shohmi njerëzit me dëshirat e tyre për me qenë i pari gjithmonë. Na thonë, gjithmonë i pari donë me qenë fitues në çdo çështje të jetës së tij. Për tyre shena tregtarin që dëshiron më kanë i pari në tregtinë e tij, ndërsa i dyti dëshiron që më kanë i ditur më i pari me diturinë e tij. Dhe kjo zatën është natyrshmëri e njeriut. Është natyrshmëri e njeriut gjithmonë me qenë i pari. Mirë po, ne me lejnë Allah të Azza do e shikojmë tani se cila është realiteti i fituesit dhe humësit. Do e shikojmë tani çka do të thonë realitet fitues dhe çka do të thonë realitet humës, me qenë humës. Allah Azza wa Jalla thot në Kur'an: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz." Ese i përket atij i cili ka shpëtu, është largu nga zjarri i xhenemit dhe hyn në xhenet, faqad faz, që ky ka fitu, që ky është fitues. Domethënë në këtë ajet e kuptojmë që fitueshmëria tek Allahu Azza wa Jall është ai i cili e shpëton veten e vet nga zjarri e hyn në xhenet. Pra nuk është ai i cili mendon që tregtia e tij me arrit dhe më kanë i pari, apo ai i cili është i ditur më qenë i pari me diturinë e tij, apo diçka e ngjashme me ta të lloj-llojshme. Mirë, tek Allahu Azza wa Jall fitues është ai i cili shpëton nga zjarri dhe hyn në xhenet. Po gjithashtu jo vëllezër, fitues është ai i cili të i kalon rrugën e siratit. Nuk është fitues ai i cili mundohet me fitu në jetën e tij private, apo ai i cili mundohet me fitu sportin e tij që ka qenë, domethënë anë kom fitu çtash në dynjë ka me fitu në ahiret. Jo. Fituesi në realitet është ai i cili kalon në rrugën e siratit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na përshkruan, thotë: "Kamin an-nas yamurru alayhi ka tarfi 'ayn." Ka për njerëzve që do e kalon në rrugën e siratit. E kjo rruga e siratit është e vendosur mbi zjarrin e xhenemit, Sofia e flokut. Është e vendosur mbi zjarrin e xhenemit. E profeti thotë ka për njerëzve që e të i kalon në rrugën e siratit së mbyllja e sëve. Aqë shpejt. Pasaj të pejgamberi: "Wa minan nasi man yamurru alayhi kal-barqa." Ka për njerëzve që e të i kalojnë rrugën e siratit super me qenë vetëtim. Te po vetëtim apo e shpejt po ndryqim, dhe çfarë shej e lën dhe çfarë zhurmë e lën, që ashtu në ditën e gjykimit kanë me qenë edhe ata të cilët e të i kalojnë rrugën e siratit. Pastaj po thotë pejgamberi: "O minan nas man yamurru alayhi karih." E ka për njerëzve që e të i kalojnë rrugën e siratit sukur era. Shiko subhanallah. E para shpejtësi e madhe së qelë e mshel sët. Grupi i dytë sukur vetëtim. Grupi i tretë
sukur erë me qenë, kerih, sukur erë. Që të tre janë fitues. Këta po fitojnë. Që kjo është realiteti fitimit. Që kjo është fitues. Jo ata cilët e fitojnë një sport, apo ata cilët fitojnë diçka për jetës tyre private. Fitues në realitet është ai i cili e fiton rrugën e siratit, e kalon rrugën e siratit. Pastaj vëllezër, mbi rrugën e siratit thirrën dusende kelalib. Këta kelalib, kur ka komentu Ibn Qayyimi ihdina siratal mustaqim, Zotë udhëzon drejton rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alehim, rrugën atyre që do të thonë te i ke begatu. Sirat, rrugë e drejtë, përqendrim në rrugën e siratit, apo ka për qëllim në rrugën e drejtë në fenë tonë. E pastaj në këtë çështje rrugën siratal mustaqim, nëse ti i përqendrueshëm, ki me qenë i përqendrueshëm edhe në rrugën e siratit. E pastaj Ibn Qayyimi i sjell këta argumente duke thënë janë kelalibët të cilët janë me thera, rumbullak me thera, mi po therat e tyre janë prej hadid, prej hekurit, dhe ato e godasin rrugën e siratit, kur e godasin trupin e njeriut, janë ndajnë pjesën e trupit dhe e qesin po zjarë e xhenemit. Dhe kjo është prova të rrugës siratit. E që kjo është fitues i cili shpëton prej kojna prej kelalibëve. Që kjo është fitues. Pastaj vëllezër, Allah Azza Jalla tregon në Kur'an, 3 sende njeriu mundet me arrit dhe me përmbush veten e vet dhe me arrit tek fitoria. Thot Allah Azza Jalla: "Wa yuti'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun." Thot ai i cili u bindet Allahut dhe dërgimit të tij dhe ka frikën Allahut për ulje dhe është i devotshëm, fa ulaika humul faizun, të tillë janë fitues. Do më thonë, 3 sende e përmbush, do më thonë, njeriu dhe arrit tek fitoria. Bindja në Allahun Azza wa Jalla të dërguarit të tij, pastaj për ulja apo frika ndaj Allahut Azza wa Jalla dhe devotshmëria. Dhe për këta është argumenti tjetër, për të cilën thot Allah Azza wa Jalla: "Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un." Pastaj thot: "Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun." Thot vetëm se kanë shpëtuar besimtarët. Vetëm se kanë shpëtuar besimtarët, vetëm se kanë fituar besimtarët. Pastaj po thot: "Alladhina hum fi salatihim khashi'un." Ata të cilët ndaj namazit të janë të përulur me frikë ndaj Allahut, dhe ata të cilët walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, dhe ata të cilët largohen nga fjalët thash e themët dhe veprave të këqija. Dhe këto hyn ajetin e fundit hyn devotshmëria, ndërsa tek ajeti i parë hyn ata të cilët janë në namaz me frikë, hyn domethënë frika për ulja ndaj Allahut Azza wa Jalla. Pastaj vëllezër, sot ti mundesh me qenë fitues për tek Allahu Azza wa Jalla, kur nuk ka kthim mbrapa, që tash mundoho me qenë fitues, që tash jep për vetë tonë me vepra për tek Allahu Azza wa Jalla. Pse? Mbase ma nuk ka kthim. E Allah Azza wa Jalla na tregon Kur'an duke thënë: "Rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak." Kalla. Dhe thonë subhanallah, Allah për na tregon kur njeriu çfarë thot: "Zot, ju lutet Zotit, shpreson tek Zoti. Kthanu në dynja, unë do të bëj vepra të mira në ato që më lanë." Allah po thot: "Kalla, asese s'ka kthim më." Sot ti mundesh me fitu, se kur kthehesh tek Allah, ma nuk ka. Nuk ka me thënë hajtë ktheo, bërë vepra tani hajtë dhe fita. Jo, qëta është ti mundesh me fitu? Qëta është mundësia jote? Qëta është ti mundesh me arrit? Por tek Allahu Azza wa Jalla. Pastaj vëllezër, e humbja apo humbsi është shumë i keq. E Allah na tregon Kur'an thot: "Alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah, ala dhalika min khusran al-mubin." Ata të cilët kanë të humbur, e humbën veten e tyre, dhe e humbën familjen e tyre, e shkatërruan veten e tyre, e shkatërruan familjen e tyre,
në ditën e kiametit, e Allah po thot, ele dhalike, a nuk është që ta që kanë humbur, janë të shkatërun, qarta zë, subhanallah. Sot njeriu le që vetën e vetë, për e nalë edhe qikën e vetë da me djalin e vetë da me gruën e vetë da me shka e qitë këtë mbëlesë, këtë mbëlesë, shka kjo me i djallit, e këtë me, a gjije bote, hoqje botea, subhanallah. Da thonë për vetën, da me edhe familjen e vetë. Kjo është ajo vëllezër, e lusme Allah në Azza që t'jemi në Ramazanit tonë fitus dhe jo humës, t'jemi për atyre që kemi fitu këtë për Allah, dhe e lusme Allah që s'jemi për atyre që me qenda në thonë shkatrum i humbër për Allah.